Le të shohim një ndryshim totalisht rrënjësor dhe të shëndetshëm për 6 muaj. Vajza ka ardhur në datën 7 maj 2025 dhe ka riardhur për të bërë një matje në datën 19 nëntor 2025. Nësi referojmë matjeve të para, vajza ka qenë 128.6 kg, ndërkohë sot është 89.4 kg. Por kjo nuk është më e rëndësishme se sa rënja në masën e djamit që ka qenë 63.9 kg në datën e parë, ndërkohë sot jemi me 33.7 kg masë djam. Sa i takon peshës në përqindje, 49.7% ka qenë masa e djamit, ndërkohë sot jemi me 37.7%. Masa e djamit në zonën e barkut ka qenë 27%, ndërkohë sot jemi në 13%. Dhe ajo çfarë është më shumë e rëndësishme, është fakti që masa e muskulit është ruajtur në perfeksion, duke hequr ato ujërat e tepërta që zakonisht trupi mban.